Prandaj, çdo kush që e merr një post, pavarësisht çka do qoftë ai, duhet me kuptuar që është përgjegjësi e duhet me kry me nder, sepse ajo jep nder. Posti i jep nder kur punon mirë, posti e ngrit kur punon për njerëzit që duhet. Brenda mundësive, nuk ka mundësi me dalë njëri jashtë vetvetes, ama krye që duhet, bre, mos i nënçmo njerëzit. Pse kemi marrë një pozitë, mos i nënçmo njerëzit se si dihet. Omeri radiallahu an ka thonë, njeriu më i mirë tek unë është ai i cili vjen dhe më tregon mua mangësitë e mia që i kam, për dobësitë e mia që i kam dhe për ato mos përgjegjësitë e mia që nuk i ushtroj. Allahu i madhëruar shpesh herë njeriu i jep mundësi të mëdha që robi i Allahut të afrohet me krijuesin e tij, shpesh herë jep mundësi të arta që pa pritmas ndoshta të jetë në një vend ku dikur e ka ndru, të jetë në një vend të jetë në një vend ku shumë me lehtë është në shërbimin e njerëzve, shumë me lehtë mund ta ushtroj atë që ka e lypin njerëzit, shumë me lehtë e ushtron drejtësinë, shumë me lehtë, aleikum selam, shumë me lehtë është që të arrijë kënaqësinë Allahut përmes veprave, përmes mundësive që Allahu jep. Prandaj njeriu nuk duhet ta mashtroj posti, nuk duhet ta mashtroj askënd posti, çfarë do posti që ka, çfarë do detyre që ka, çfarë do përgjegjësie që ka, nuk duhet ta mashtroj, sepse posti që e merr njeriu nuk është dëshmi e vlerave të vërteta të njeriut, nuk është dëshmi e vlerave të vërteta të njeriut, por ai dëshmon se është emanet edhe përgjegjësi. E ka marrë një emanet, por është edhe përgjegjësi për cilën do t'jap llogari para Allahut. Natyrisht se do t'jap llogari edhe para njerëzve, por ka njerëz që ikun llogarisë para njerëzve. Por në asnjë rrethon të vetme nuk mundet me ik llogarisë para Allahut të madhëruar. Prandaj duhet me qenë shumë i vetëdijshëm se përgjegjësia është emanet. Përgjegjësia është ajo mbi të cilën njeriu e ndërton të ardhmen e tina. Përgjegjësia është posti, është shërbim, ku secili duhet me kuptu që është në shërbim të dikujt. Ai i cili e ka një firmë dhe ka punëtor, duhet ta kuptoj dhe duhet ta jetësoj atë se të gjithë ata punëtorë që i ka aty, i ka emanet. Prandaj duhet sillet mirë me ta. Prandaj duhet jetë i kujdesshëm me ta. Prandaj duhet jetë shumë i vëmendshëm dhe shumë i kujdesshëm, sepse ka me dhënë llogari para Allahut nesër për ta. Po ashtu duhet ta kuptoj se edhe kur e merr dhe postin publik, është përgjegjës para njerëzve në forma të ndryshme. Kudo që është, çka do që bën. Nuk duhet ta kuptoj ndryshe përveç se përgjegjësi. Ndoshta dikush mund ta marrë me lehtësi këtë, por të marrit çështja e postit e përgjegjësisë është punë e rëndë. Vallahi Allahzën është punë e rëndë. Është punë e rëndë që ka me dhënë llogari çdo njeri prej neve. Kudo që është, në çfarë do posti që ka. Dikush mendon që ka me dhënë llogarive që ai që është nalt atje. Jo, çdo kush, edhe krye familjari, ka me dhënë llogari për anëtarët e familjes se si o sjell me ta. Edhe si ka trajtu ata. Edhe sa ka qenë i kujdesshëm me secilin prej tyre. Edhe drejtori i shkollës do t'jap llogari se sa ka qenë i kujdesshëm në përgjegjësitë e tina, edhe me mësimdhënësat, edhe me në krye detyre sa ka qëndru, edhe me mësimdhënësat dhe nxënësit, me dy partë. Se e keni pa nga njëre, ka raste ku ankohen nxënësat shembull për shkak të
vrasësisë që mund ta ketë, ose për shkak vrasësisë që mund ta ketë një mësimdhënës, ose për shkak të mosnjohurive të mjaftueshme që mund të i ketë një mësimdhënës. Dhe në këtë rast shembull drejtori nuk merr mosa. Dhe nxënësat mbesin mbrapan me mësime. Nxënësat mbesin mbrapan me ato që duhet me marr ata, pikërisht në atë nivel shkollës. Po ashtu edhe ai i cili ka përgjegjësi të tjera. Prandaj përgjegjësia çdo herë të dashur vëllezër është shumë e rëndë dhe secili duhet jetë shumë i kujdesshëm. Dikush e konsideron pozitën si një nder i madh, e vërtetë është, por është edhe përgjegjësi shumë e madhe. Se Allahu ja ka mundsuar me arç aty. Amo shumë përgjegjësi e madhe dhe shumë e lehtë kur njeriu punon çu duhet, dhe është shumë i sinqert dhe shumë e rëndë kur dikush e merr pozitën dhe sillet vrazh me njerëz dhe është i padrejt me njerëz dhe ju i nhak njerëzve. A ka kësi shembuj në për histori? Ka kësi shembuj sa të dush në historinë e njerëzve. Po ajo çka është më dhimbshmja, se zakonisht kur marrim edhe i lexojmë fundin e jetës së këtyre udhëzësve, për cilët ka prej tyre thamë që ka shkruar historia, edhe na i ka përcjell edhe neve në ditë tona të sotme, shohim se kanë pas një fund të mërshëm, kanë pas një fund të dhimbshëm, kanë pas një fund për i cilit ne sot gërditemi, ne sot na dhimbën ata njerëz se si kanë përfundu, por jo, pse mundën mjë dhimbë dikujt, ajo është për shkak të punëve dhe të veprave, për shkak të asaj që ja ka bujë zmetin. Prandaj çdo kush duhet me kuptu se çdo send e ka një fillim, e ka dhe një mbarim. Edhe pozita e ka një fillim, edhe e ka një mbarim. E ka një fillim, e ka një fund, nuk ka qare. Pse? Se cilit i ikun vjetë. Sa do le tjetë i pushtetshëm, i ikun vjetë. Sepse i madhi Allah e kalon, me u testu njerëzit në dunjë pak, edhe me kallëzu vetën para Zotit, dhe pastaj me marr atë çka e meritojnë. Prandaj lumja i cili sillet mirë dhe ushtron postin, pozitën, përgjegjësinë e tij në formën më të mirën. Secili prej neve ka mangësi. Edhe secili njeri që merr një post e ka mangësitë e veta. Por Omeri radiallahu an ka thonë njeriu më i mirë për mua kur ka qenë udhëheqës i muslimanëve, ai ka udhëheqë 10 vite pas Ebu Bekrit radiallahu anhuma, ka thonë njeriu më i mirë tek unë është ai i cili vjen dhe më tregon mua për mangësit e mia që i kam, për dobësit e mia që i kam dhe për ato mos përgjegjësit e mia që nuk i ushtroj. Çaj është njëri më i mirë për mua dhe që ato e du mas shumëti që më tregon se Omer se ki drejt qëto, edhe se ki mirë qëto, edhe s'ke bo mirë qëto. Edhe ki qëtë munges, edhe ki qëto dobësina, që ky njëri është më i miri për mua. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë të dashur vëllezër, se ky njeri shembull Omeri, njerëz kur kanë prezantuar varrimin e tina dhe mas vdekjes, mas që është varros, çka kanë thonë? Me Omerin është varros edhe drejtësia. Allahu qoftë i kënaqur me ty Omer, e me sot me ty po varroset drejtësia, aq ka qenë i drejt, sa që nuk ka kqyr se kush është para ti, kush do qoftë ai, edhe djalit vet Abdullahut, nuk i ka dhënë përparësi asnjëherë. Bile e kalon emanet para se me vdek, ka thonë kushdo tjetër le të bëhet udhëheqës pasmeje i muslimanëve përveç djalit tem. Përveç djalit tem, Abdullahut, i cili ka qenë shumë i mëshëm, i cili ka qenë dietar Medine, prej sahabeve pastaj, Abdullah ibn Omeri.
ka qenë dhe është një prej transmetuesve të hadithit, ka qenë një prej njerëzve të Islamit dhe shpjeguesve të mëdhej të Islamit në kohën e sahabeve. Megjithatë, Omeri radiallahu an i ka thonë, kushdo në letë bëhet përveç djalit tem. Aq ka qenë i kujdesshëm dhe aq ka qenë shumë serioz në këtë çështje, sepse është friksu se mundet me ndodhë diçka që s'tjet i kujdesshëm ndaj pozitës që e ka. Sepse pozita është, që thot populli, thik me dy teha. Ai i cili e merr me qëllimin që me konë shërbim të njerëzve, e ka qëllimin e pastër. Allahu ka mja mundësu ati me konë shërbim të njerëzve. Pavarësisht sfidave që mund të i ketë përpara. Pavarësisht rrethonave që mund të i ketë, si në kalumen si sot, si në kohën tonë sotshme. Dikush thot, po kjo është e vështirë sot. Jo. A di pse është e vështirë sot? Sepse kjo shkon me njetin e njerëzve. Me qëllim, çfarë qëllimi ka? A ka qëllim të shëndosh, apo ka qëllim të smut? Në qoftë se ka qëllim të shëndosh, të pastërt në pozitën që e merr, pasha Allahun, Allahu ka mja lecu, edhe ka mja mundësu që punë me esë që duhet. Krejto qëllimi pyetje. Tregohet për një minister i cili kishte qenë minister i një mbreti dhe rrini kohë gjatë si minister. Në vazhdimsi, minister në shërbim të njerëzve. Vazhdimisht minister i cili ka punu sinqerisht dhe ka pas frikë Allahun në punën që ka bërë. Dhe vjen koha dhe mbreti e largon prej pozitës. Dhe ai me krejt qetësinë e tij, me krejt komoditetin e tij, largohet duke u përshëndet, i pa nervozum, pa u ndi keq, sepse e ka ditë kaluarën e tij. E ka ditë atë që ka vepru. Ka punu për hir të Allahut edhe nuk e din që brenda mundësive nuk kalon diçka keq. Dhe shkon të shtëpia e tij, që kishte një shtëpi modeste, dhe pas një kohë, ministri i ri cili kishte nxon vendin e tij, kishte ardhur në vendin e tij, kalon ka shtëpia e tina. Natyrisht nuk ka qenë si sot në kohën tonë, kanë qenë komplet botë tjetër, kushte të tjera, dhe kalon pranë shtëpisë të tij dhe e shef para shtëpisë ulën, dhe kur e shef, ky ish ministri buzëqesh. I thot, çu ka mundësi me buzëqesh, përderisa thot je kon vite ministër, dhe sot jeni në një pozitë shumë nuk i pozitë fare. Thot po buzëqeshi sepse unë nuk kam humbur asgjë. Pse nuk kam humbur asgjë? Sepse kam qenë ministër që ju kam shërby njerëzve. Nuk i kam shërby vetvetes. Ju kam shërby njerëzve me nderin më të madh, me ndershmërinë më të madhe, dhe për mu nuk ka qenë posti që unë të krenohem, të mburrem para njerëzve. Ti marrë t'i vesh ato teshat, edhe kravatën tu, edhe atë frizurën pedeni, edhe me dal, e me u krenu para njerëzve, ose në forma të tjera, të cilat në një formë apo tjetrën të regojnë dhe shpërfaqin mendje madhësi. Thot, nuk kam qenë i tillë, por ajo që ka unë, thot, kam qenë, dhe mu, thot, nuk më ka ngrit posti, por unë jam ai i cili e kam ngrit postin me dy gjana, me sinqeritet edhe me drejtësi. Me sinqeritet edhe me drejtësi. Prandaj, ai i cili e merr një post duhet me pas parasysh se posti është emanet. Kushdo që të llogarit ndryshe, duhet me kuptu që për secilin prej neve ditë janë të numëruara. Nuk ka askush më shumë, askush më pak, veç sa ka caktuar Allahu. Pastaj të dashur vëllezër, në lidhje me këtë, ky është një përfundim i mirë i një ish ministri dhe udhëheqësit duhet marrin mësime dhe duhet ta kuptojnë se autoriteti i vërtet është jashtë korrikës se zyrtarit. Domethënë, sa ki vlerë kur del shpej zyres, sa ki vlerë kur del jashtë objektit, sa kanë qef njerëz me u taku dhe me najt me ty.
pa interes. Që ajo është vlera e vërtet e ati njeriu. Nuk është vlera e vërtet në qoftë se ka dikush një detyrë dhe një obligim me ardhë edhe një punë të rëndësishme edhe me krujt e ti, e ai është i obliguar me ardhë. Jo. Vlera e vërtet e njeriu është mbas asajna. Sa kanë qef njerëz të marrë me najtë me ty, sa kanë qef njerëz me të vizitu, sa kanë qef njerëz me ecë me ty, me dërku me ty. Kjo është ajo e vlera e vërtet e njeriut. Zoti e din se njerëz luten dhe Zoti di se kujt i pranohet lutja. Kjo është mësim për secilin prej neve, vllazni. Në Egjipt ka qenë i përgjegjës i burgjeve dhe në vitet e 60-ta. Ashtu sikurse e tregojnë. Dhe ai njeri, kushdo që i ka dalë kundër pushtetit, kushdo që i ka dalë kundër, e ka dhunu, e ka tmerru nga maltretimet mëqnjërzore. Mëqnjërzore që ka pas mundësi me i bo dikush i ka boj. Bile, thuhet, sa i njeri ka marrë njerëz pi burgjeve dhe o shku në shkretetir e i ka varros për zgjalli. Subhanallah. Bile, thuhet se njerëz të burgosurit, kur kanë thonë në burg, oh, Zoti jam, oh, Zot, një mëm, prej maltretimeve, prej dhunës madhe, ju ka thonë, ku është Zoti yt, le të zhdryp këtu, le të vje këtu, e ato e burgosi. E ato e burgosi, prapa hekrave. Atë shka është djavjallë. Dhe i ka maltretu në format mëqnjërzore, vllazni. Dhunues, torturues i pafund. Dhe subhanallah, e tregojnë që para me do e kanë shkarku një herë, pasaj apet ka ardhë në pozite, prap ka bu zullumet në dhaje, nuk o nale, ka qenë kulmin e tiranisë të ti, dhe ka thonë, unë jam Zoti i juve, unë jam aj që fali, edhe unë jam aj që dënoj edhe mësë këndune. Do mëne ka morë, e ka lujt, e ka ledzu historinë e faraonit, edhe pastaj ka nisë me jetësu me praktiku ata. Unë e këndu e fali për juve, edhe këndu e vdes për mes torturave të pafundme. Edhe këndu e shti pas hekrave. Po mësa përmeni Zotin këtu, sepse edhe Zotin e juve ja u burgosi. Subhanallah. Që njeri, vitin 1971, ka dalë me vllaun e vetë me shku prej një qyteti në qytet tjetër. Që qëni mirë. Subhanallah. Sa Allahu është i madh. E lumi ai i cili e njeh Allahun. E lumi ai i cili nënshtrohet Allahut. E lumi ai i cili ka frikë Allahun, e ka frikë takimin me ta, e nuk ju bën zullum njerëzve. Ky njeri me vllaun e tij kanë dalë kanë marrë një rrugë për me shku prej një qyteti në një qytet tjetër. Dhe gjatë rrugës e kanë pas një shofer i cili ka vozit. Dhe gjatë rrugës shoferi ka shku mbas një kamioni i cili ka bart, i cili në gjëni mirë, i cili ka bart armatur. Armatur ka bart. Për dini armaturën e merë dikush e mush kamionin edhe shqipka të armaturës. Edhe ka pas qelun për mas. Edhe për një moment, kuj ka shku mas që ti kamioni me armaturë. Edhe për një moment, aj ka koqit komplet për shkak të një kerri që ka pas për paran, e shoferi i këti s'ka mujt me koqit se shumë afër i ka najt, dhe krit armatura ka ra mbi kerr. Dhe subhanallah, thuhet se mbi 30 e diçka shqipka të armaturës i kanë hi në trup. Në trup i kanë hi. Ja kanë qkap kryt.
Dhe ja kanë shkapë edhe pjesën e djathtë. Dhe nuk kanë mujt me mledh trupin e tij për shkak të masakrimit që është bë. Me hekra, që ka thonë ku është Zoti ju, ta burgosi mas hekrave. Por Allahu, që thot populli, por Allahu mund me vënu, po jo me harru. Allahu vënon dhe jap myhlet, jap afat, jap kohë njerëzve që të kthjellen e të kthehen. Dhe ai i cili e transmeton këtë thot se nuk ka mujt as me kqyr pe të merrit që e kom pa në trupin e tina. O nuk ka mujt as me kqyr pe të merrit madh, pozit madhe, edhe qërë Allahu i madh, Gjelle Gjelalu. Nuk ka mujt me kqyr, pastaj, subhanallah, pastaj o vlazën, kër e kanë marrë me qu edhe me la, kër e kanë marrë me qu me la, me pastru, në vazhdi e thuhet se kanë pastru 11 herë. Trupin e tina, 11 herë. Pse kanë pastru 11 herë? Sepse në vazhdimsi, trupi i ti kanë nxjerrë ndytësira. Pa unë alheq. Ndytësira pa fundme, ndytësira. Edhe i kanë thirrë mjekt. Çka është puna e këtina, çka ka bëhet kështu? Thonë nuk dim vallahi. Nuk dim. Duhet me ditë, sepse janë komplet rezultatet të kaluarës, së dhimbshme, që ka ushtru mbi njerëzit, që ka bo mbi njerëzit e lutjet e shumë për i ty në Allah edhe një pranë. Pastaj, subhanallah, pastaj e kanë, në shumë bende e kanë zakon me shtin xhami edhe me u falë namazin e gjenazës. Si që transmitojnë, e kanë marrë me tabut me shtin xhami. Edhe nuk kanë pas mundësi me shtin xhami. Betohet njeri, thot, nuk ka pas mundësi, nuk ka pas shonë sikur me pas një kërsh për paran, bjeshk për paran, nuk kanë mujt me shtit tabutin e ti në xhami. Edhe s'ju ka falë gjenazja. Edhe s'ju ka falë namazi i gjenazës. Çfarë fundi i të mërshëm për një njeri të mërshëm, për një njeri zullumqar, për një njeri cili ka pas post dhe atë post në maksimumin e ti brenda krejt mundësive që i ka pas, e ka keqpërdor në ekstrem. Prandaj, çdo kush që e merr një post, pavarësisht çka do të qoftë ai, duhet me kuptu që është përgjithësi e duhet me kry me nder, sepse ajo jep nder. Posti i jep nder kur punon mirë, posti e ngrit kur punon për njerëzit që duhet. Brenda mundësive, nuk ka mundësi me dalë njëri jashtë vetvetes, ama krye që duhet, bre, mos i nënçmo njerëzit. Mos i nënçmo njerëzit. Pse kemi marrë një pozit, mos i nënçmo njerëzit se si dihet. Tregohet për njënin, i ka fitu zgjedhjet edhe masane u shku njëni taj kryetare, edhe i thot, qështu, thot, të kom një farë pune, thot, mundësisht me kry që të punë, thot edhe të kom votu, me të nime kom, thot, a diçka. Meri që të vota që më ke votu, edhe dhe lëmbi zyres. Subhanallah. Posti, natyrisht Allahzën, duhet me reflektu tek njerëzit dhe me u thy mendje madhsin, me i bo jashtëzakonisht modest, thjesht. Edhe kjo jo e vlerë. E keni pa njerëz që janë modest, e keni pa kryetar të shteteve ka njërë shumë modest, shkojnë populli mas tyne. Njeri që e don babën e nanën, shkojnë edhe njerëz mas tyne. Sepse ata janë njerëz sigurt, ata janë njerëz që i duan qytetarëve, edhe i duan vendit, sepse janë njerëz të besueshëm. Zoti na mundsoft çdo herë që të kemi udhëhec të tillë i përmirësoft ja Rabbi, në mënyrë që të përfiton çdo qytetar i vendit dhe ta ketë mirëqenjen në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse vetëm kështu ka rëndësi çdo kush